Takohemi përsëri së bashku me mua Tirona Lilin, njëherë duke ju lutur të gjithëve të bëni subscribe kanalin Monitor TV në YouTube për të kuptuar videot më në detaje. Do me thënë, duhet kaloni në kanalin Monitor TV në YouTube për ta kuptuar këtë lajmin që do flasim. Do të flasim për Big Brother VIP Kosova 4, që është shumë shpejt afër nesh. Do me thëmë pikërisht përflitet data 10 deri në datën 15, njëra nga këto datat që do të startoj Big Brother VIP Kosova. Një reality show, një spektakël që përflitet dhe nga burimet sigurta që unë kam arritur të kuptoj se çfarë do të ndodhën në këtë Big Brother, do me thëmë përflitet që do të jetë një spektakël krejtësisht ndryshe nga herët e tjera. Do të flasim për një shtëpi të areduar në formën më të mirë të mundshme. Sonte do të zbuloj dhe kush do të jenë dy moderatorët e Big Brother VIP Kosovës, sepse pikërisht është një fotografi që ka konfirmuar që moderatorët do të jenë këto personazhe që unë do t'i përmend. Do të flasim për një shtëpi të areduar në formën më lukse të mundshme. Për dhoma apo për ambiente të reja brenda asaj shtëpie. Do të thënë dhoma e ndenjës është pak më e ngushtuar sepse kanë krijuar ambiente më të ndryshme, më të bukura, më të mëdha. Do të kemi këtë vit, do me thënë, një dhomë që dikush do të flejë aty, një dhomë speciale. Kush do të jetë ky njeriu special që do të flejë në këtë dhomën? Kemi një dhomë rrëfimi pak më të thjeshtë, por me pamje më të bukur se vitit të kaluar. Kemi një shtëpi me ngjyra të ngrohta, me ngjyra të ëmbla dhe me shumë vëmendje që banorët të cilët do të jenë pjesë e kësaj shtëpie do ta shijojnë, do ta jetojnë dhe do të kënaqen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do të thënë, kemi një goxha investim që realisht viteve të kaluara nuk ka qenë. Kemi një Big Brother që do të na afasionoj të gjithëve, një shtëpi që të gjithëve do të na bëj ta ndjekim dhe do ta duam. Por, kush do t'jenë moderatorët? Pyetja më e madhe është kjo, a do t'jetë Alaudin Hamiti siç ka qenë viteve më parë dhe Jonida Vokshi, apo do të kemi dhe ndryshime? Kishim emra të ndryshëm, kishim emrin e Luana Vjollcës, kishim emra të cilët erdhën, hynë, dolën nga Big Brother dhe nuk u bë asnjë gjë. Por arritja e këtij produksioni dhe arritja e këtij televizionit është kjo që gjëja e tyre po komentohet, po flitet dhe po stërflitet nëpër të gjitha mediat shqiptare. Po, kemi moderator të konfirmuar. Alaudin Hamidi dhe Jonida Vokshi do të jenë pjesë e spektaklit Big Brother VIP Kosova edhe këtë vit. Do të thonë, Jonida Vokshi dhe Alaudini do ta udhëheqin. Pikërisht është kjo foto duke bërë një gëzuar Alaudini dhe Jonida për kontratën, jam i bindur që kanë nënshkruar ditën e sotme për nismën e këtij rrugtimi. Jonida Vokshi do të jetë vajza e cila do të na dhuroj spektakël të papar në Big Brother VIP Albania 4 me natyrën e saj të moderimit. Mendoj që janë dy personazhe që shkojnë me njëri tjetrin, i ngjasojnë shumë njëri tjetrit, i japin energji të bukur atij spektakli, i japin pozitivitet atij spektakli dhe mendoj që kjo frym, kjo energji i duhet asaj shtëpie. Pikërisht është fotografia të cilën e ka publikuar Alaudini që konfirmon se Jonida Vokshi do të jetë moderatore këtë vit në Big Brother VIP Kosova 4. Ndërsa për shtëpinë të mos flasim, është një shtëpi dinjitoze. Për banorët nuk ka asnjë lloj informacioni, do me thënë Olca Muhameti dhe Alaudin Hamiti, Olca në këndin e producentes, kanë përzgjedhur që ta mbajnë në shumë mister punën e personazheve të cilët do të jenë pjesë e kësaj shtëpie, do me thënë nuk kanë përzgjedhur që ta bëjnë publike, por ajo që në fakt është duke na rëmbyer çdo ditë është fakti se si publiku shqiptar do ta pret këtë spektakël, por ajo që ne kemi arritur të zbulojmë janë dy moderatorët që kanë qenë dhe viteve të kaluar. Unë kam qenë në fakt konfuz për një moderatore të re sepse mendoj që Jonida Vokshi dhe Alaudin Hamiti kanë gjetur veten e tyre, kanë gjetur çiftin e përbashkët në moderim dhe besoj që janë ideal në punën që bëjnë.